tani procesi në degën e Korçës dhe në degët e tjera të Partisë Demokratike? Procesi po ecën mirë, normalisht, brenda të gjithë kuadrit ligjor dhe duke u bazuar tek statuti i Partisë Demokratike, shihet një angazhim maksimal i të gjithë strukturës së Partisë Demokratike për të bërë pjesë e këtij procesi, që do të thotë çdo demokrat i Korçës dhe jo vetëm në Korçë, por edhe në bashkitë e tjera don që me votën e vet zëri i tij të dëgjohet, është një ndër proceset më të rëndësishme dhe mendoj që demokratët me këtë angazhim maksimal japin edhe një herë mbështetjen për Partinë Demokratike, për liderin e Partisë Demokratike, në mënyrë që Partia Demokratike të vazhdojë në rrugën e dur për të sjellë ndryshimin e dur për të gjithë shqiptarët në këto momente kaq të rëndësishme. Nga raportimet e degëve ka pasur problematika sa takon listave të sqetësve? Deri tani jo, me sa jam në dijeni për degën Maliq, për degën Kolonjë, ndërkohë për degën Korçë, Pogradec dhe Vonë nuk ka pasur problematika në listat e votuesve dhe ju e keni parë vetë që procesi ka qenë i qetë dhe po zhvillohet në mënyrë normale. Uroj që angazhimi i demokratëve të jetë më i madh në orët në vijim, pasi ne e dimë që antarët e degës Partisë Demokratike nuk janë vetëm ata që jetojnë në qytet, por edhe në komuna, që do të thotë i kanë ditë të ngarkuara, merren edhe me bujqësi, me blegtori, sigurisht shpresojmë që orët në vijim të sjellin një numër më të madh të demokratëve në këtë proces të votimit. Partia Demokratike është e demokratëve dhe shpresoj që ky të jetë një ndër proceset më të rëndësishme për forcimin dhe strukturimin e mëtejshëm të Partisë Demokratike.